Ekspozita e fotografisë Syt hapen e errësirë u hap gjatë fundjavës në Galerinë Kult në Gostivar si pjesë e edicionit të 4 të festivalit Punktum. Ky edicion sjell për publikun fotografi nga 25 artistë vendor, rajonal dhe ndërkombëtar, duke ofruar një mozaik të gjerë stilistik dhe tematik. Kuratori i ekspozitës Osman Demiri u shpreh se artistët janë përshtatur në mënyrë të shkëlqyer me temën e këtij edicioni, duke sjell vepra që komunikojnë me shikuesin edhe përtej errësirës. Sonte është ekspozita Syt hapen në errësirë. Marrin pjesë 25 fotograf nga rajoni dhe bota. Duke filluar prej këtu Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Serbi, Kroaci, e kemi deri në Sri Lankë, kështu hapje gjeografike. Pra, është një temë mjaft interesante, syt hapen në errësirë, duke pas parasysh se ne jemi të prirur jo vetëm ne si shqiptar, po thuj se tash u bë kjo si problem global. Asnjëri nuk gajlohet për tjetrin, derisa t'i vinë momenti që t'i bine keqa në shtëpi ose në familje. Dhe atëherë kur i errën sytë e vet, atëherë veç mundohen t'i hapin njerëzit sytë edhe të ballafaqohen me probleme. Edhe kjo ishte një temë pak më intriguese, në cilën u lajmëruan faktikisht me lajmërimin e temës. Unë kam qenë kuratori i kësaj, u lajmëruan këta kolegët fotograf dhe secili prej tyre nisi një fotografi përshtatshme me temën. Demiri njoftoi gjithashtu se edicioni si vjetëm i festivalit Punktum do të mbyllet pas 2 javësh me një workshop dedikuar studentëve të 2 universiteteve, Universitetit të Tetovës dhe atij të Europës Juglindore. Kishim edhe një workshop me fotografi bardhëzi, faktikisht me fotografinë analoge, me studentë e 2 universiteteve, atë të Tetovës dhe të Shtulit. Me ata kemi marrë workshop. Me ata faktikisht do të konurzohet mas 2 javësh me një ekspozit përbashkët të studentëve dhe mbyllet faktikisht edhe ky edicion i Punktumit. Festivali mbështetet financiarisht nga Komuna e Gostivarit dhe Ministria për Kulturë dhe Turizëm, ndërsa organizohet nga Galeria Kult. Sponsor kanë qenë Ministria e Kulturës edhe Komuna e Gostivarit, të cilët i falenderojmë, mirë po edhe kam pas sponsor nga miqt e mi, më tepër sponsor si temi ashtu në mënyrë morale që më kanë mbështetje morale, po sidoqoftë edhe ajo shumë është e rëndësishme dhe e mirëpritur. Gjatë hapjes së ekspozitës ishin të pranishëm disa nga artistët pjesëmarrës, mesin e tyre dhe fotografi nga Kosova, Burim Miftiu, i cili prezantoi një fotografi me portretin e Nën Terezës. Unë marr pjesë, participoj me një fotografi të Nënës Terezë, e cila është bërë para shumë vite dhe është një projekcion. Faktikisht është një karik nga koha e Nënës Terezë, një astëk, një dantel, një perde nga koha e Nënës Terezë dhe i krit ky instalacion është bërë për të projektuar një pikturë të Nënës Terezë. E pastaj unë e kam fotografuar këtë pamje dhe pas asaj nuk është, do të thotë, e kam demontuar këtë instalacion që të mbetet vetëm fotografia si vepër. Punktum është një prej, si them, festivaleve që me të ralla në Maqedoni të fotografi, sepse fotografia që Osmani e kultivon edhe miq që Osmani i ka, janë me të vërtet njerëz me vlerë edhe është me të vërtet një komunitet ndërkombëtar. Miftiu theksoi se fotografitë e ekspozuara vlen më shumë se mira fjalë, duke shtuar se fotografia si medium ka një rol tetë të rëndësishëm në botën e sotme. Fotografia i ka vlerën e vetë dhe në këtë shekull, fotografia është bërë, si them, një prej mediumeve kryesore të artit pamor në përbot. Është promovuar shumë, sidomos për shkak të, si them, rritjes
fotografisë si në aspektin digital, çdo kush e ka në xhep nga një telefon mund të krijojë imazhe, nuk është më privilegj i një grupi caktuar që ka vetëm kamerën fotografike dhe mund të bëjë fotografi, po është një situatë, një demokraci e fotografisë, një thyrje e barierave botërore dhe nuk ka më kufi. Ne mund tani prej këtu të aplikojmë kudo në për botë, në për konkurse, nuk duhet fizikisht i dërgojmë fotografit në botë. Është një mrekulli. Ekspozita do qëndrojë hapur për disa ditë për të gjithë ardashësit që dëshirojnë ta vizitojnë.